Dyfishimi i pagesës për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe njëja e periudhës së shërbimit si vite kontributi për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për ndihmësit edhe familjarëve. Këto janë dy nga masat kryesore të paketës së re sociale të miratuar nga Këshilli i Ministrave. 4 vendime të miratuara parashikojnë lehtësime për personat me aftësi të kufizuar, familjet e tyre dhe ndihmësit personal. Dyfishimi i pagesës për mbi 10.000 fëmijë me aftësi të kufizuar hyn në fuqi me efekte financiare nga një korriku dhe synon të ndihmojë me barrën ekonomike të familjeve, si dhe të mundësoj më shumë mbështetje për zhvillimin dhe përfshirjen sociale të fëmijëve. Kjo rritje do t'i kushtoj buxhetit të shtetit këtë vit një shtesë prej 750 milion lekësh ose rreth 8 milion euro. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me procedurat administrative. Në rastet kur afati përfitimit është disa vjeçar, nuk do të jetë më e nevojshme paraqitja çdo vit e dokumentacionit mjekësor pranë komisioneve të vlerësimit. Kjo masë synon të reduktojë burokracitë dhe kostot e panevojshme për familjet. Sipas qeverisë, kjo paketë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e politikave sociale dhe një sistemi më gjithëpërfshirës që garanton më shumë mbështetje, dinjitet dhe përfshirje për personat me aftësi të kufizuar dhe familjet e tyre.